Më thonë, ajo që është diskutuar dhe po diskutuar hala është lartësia e taksave. Në fakt, e kom pa emisionin, ka qenë pak i padrejt, ka qenë i vanziv mi zyrtarin tuaj ose gjyqtarin që ne kemi ka qenë emision. Megjithatë, ja ka dalë mirë me tregu që në fakt nuk ka rritje taksash, ka akses të hapur të qytetarit për në gjykat. Ne kemi bënë, ka qenë një diskutim, me thonë drejtën edhe në kuën e zonës Haxheu, ka qenë Ministri i Drejtësisë për taksat. Do të thonë publikisht që ka përkra linjë që duhet kemi taksa sa më të ulta dhe mundësi më shumë për në gjykat. Dhe ka qenë diskutimi për ligjin për taksat gjyqësore, diçka që na në fakt kemi që s'ka nevojë. Për shkak se në si vlerë nominale duhet të jetë periodikisht e korrektuar. Pra, nëse kemi ligj, prapë do të jetë dikush që ja cakton shumën. Dhe më duket që KGK është institucion adekuat për këtë pjesë, pa dosh me thonë që nuk mund të ketë një formë tjetër për taksat. Por ne kemi ndjek një standard thjesht, shumë thjesht. Me kriju akses pa kostos të cilët qytetarë që nuk e ka një kërkesë pasurore në gjykat. Pra, kushdo që ka një kërkesë pune, familje, sociale e tjera, do të ketë akses pa taksë në gjykat. Kushdo që ka një kërkesë pasurore në gjykat, do të paguajë një taksë. Por taksa, në fakt, është kundërvlera e shërbimit si kosto, letër, teknologji, por jo dhe e kalkulume edhe vlera e shërbimit që e merë. Thjesht është, ta themi, vlera administrative e shërbimit. Në këtë të gjikë është ndërtu ky koncept. Pra, nuk është vendosur si mekanizëm me preventu lanë, sepse e kam dëgjuar edhe këtë narrativ. Ato ti dekurajoj qytetarë. Po, marrë vetëm një shembull. Me kontratën kolektive, kur do që ju doni, ne mund t'ja aprovojmë që për një mësues ka pas deri në 12 padi. Dhe thjesht tani kjo në fakt nuk është drejtësia. Kjo në fakt është koncepti më ekstenziv i mundësisë për drejtësinë që në një farmosë ka, si me thonë, doza abuzimi. Taksa tregon që është një kundërvlerë minimale e shërbimit, po themi vetëm në kuptimin administrativ, dhe lidhet me një logjik thjesht. Taksën gjithmonë në civile e pagun ai që humb procesin. Tani dy gjëra. Dikush për me shkon në gjykat duhet me besu në të drejtën, dhe ai tjetri që është i paditur në proces, gjithmonë ka një opcion me zgjidhje çështën për shkon në gjykat. Dhe nëse zgjedh gjykatën si opcion, në fund do të paguajë kostën e procesit gjyqësor. Por që vlera e taksës është pothuajse pa krahasueshme, unë nuk do të vendos tash relacione me kostën e përfaqësimit të gjëra të tjera, por është krejtësisht e papërfillshme për rëndësinë që ka procesi dhe e kam pa një status që shkruajti një profesionist, tha, dhe më bëmi shumë përshtypje, që taksa nuk është problemi, po mënyra primitive pagesës është problemi. Na pa bëjmë ta 7 ditë, jo i nxitur natyrshëm nga ky diskutim, por ka qenë edhe më përpara në Këshillin Gjyqësor koncepti që përmes ASHI-s të instalohet sa më shpejt shërbimi që paguhen online tu taksa, dhe unë nuk e shoh në asnjë rast kundërvlerën e taksës si pengesë për qasën drejtësi. Për shkak se edhe më falë në qeri. Gjitha ata që nuk janë përfitues asistencë sociale, janë të liruar. Veteranë të tjerë, do të thonë s'mos i përmend kategoritë janë të liruar, të miturit janë të liruar nga gjithë taksat. Gjitha pjesa tjetër e ka një taksë më të lartë, sidomos në krahasim me ata që ka qenë, e pam që në rast të caktuar deri 900% janë rrit. E që ishte jashtëzakonisht shumë. Kryesues në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përse i keni pa zhvillimet, hallakomat pothuajse ka 10 vjet që nuk janë nalë në Këshill Prokurorial. Dhe hallakomat bëhen shumë atë moja, sidomos në rastet kur vjen puna e ndrrimit të anëtarëve, e sidomos kur vjen puna për me zgjedh kryesuesin e Këshillit. Apo më intereson para se me dalte ajo pjesa se çka është duke ndodhur tani në Këshill Gjyqësor, cilat janë raportet e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Janë krejtësisht institucionale. Absolutisht, ne nuk kem ndërtu ose s'kem bartë në institucion logjikat të raporteve nga njohje që ne kemi ma përporën, apo nga mitësit apo armitësit që kemi ma përporën. Unë kam si kryesues i Këshillit, pra Këshilli Gjyqësor,
ka pas një koordinim jashtëzakonisht të mirë, besoj, me Këshillin Prokurorial. Ndoshta i pakrahasueshëm edhe vetë koordinimin që kanë gjykatat dhe prokurorit. Edhe në kohën kur ka qenë zoti Maloku, edhe në kohën e zotit Hajdarej, për shkak se edhe dinamika e procesit ka qenë e tillë që ka diktu koordinimin, sidomos proces të reformës dhe çështje tjera, dhe mendoj që ky proces dhe fushëntaria e këtyre dy institucioneve, KXS dhe KPKS, në mënyrë të vazhdueshme kërkon koordinim. Pra, edhe bashkëveprim në aktivitete. Sa shumë që të koordinohemi, eliminohen keqkuptimet dhe ping-pongit mbi përgjithësi, sepse ka edhe ndërveprime, sidomos në teknologji dhe çështje tjera, por njëkohësisht, nëse ndërveprohemi, po gjithmonë kur flas për koordinimin e institucioneve, flas për punën që bëjnë dhe koordinimin që bëjnë në mënyrë transparente, ajo i shërben, ta themi, zhvillimit, rritjes së përbashkët dhe njëkohësisht edhe korrektimit të ndërcjellë. Kështu që absolutisht është e domosdoshme. Duke shpresu që nuk është smundje nxitse, kjo pjesa e hallakamave që ka ndodhur në Këshillin Prokurorial të Kosovës për sa i përket anëtarëve dhe zgjedhjes së kryesuesit, tash edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ju jeni duke shkuar drejt fundit të mandatit tuaj si kryesues, do të ketë anëtarë të ri që do të zgjidhen në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Po them duke dëshiruar që smundje nxitse mos tjetë ajo që ka ndodhur vazhdimisht në Këshill Prokurorial, apo ka tash ndikime, ndërhyrje, aleanca dhe matematika, cilat i kemi pas se janë shpërfaqur shumë në Këshill Prokurorial, edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Do me eliminu çdo keqkuptim. Nuk kam asnjë gjykim për gjërat që ndodhin në KPK. Domethënë në kuptimin individual kam gjithë konsideratën për gjithë njerëz. Atje pavarësisht debatave ditët që mund të kenë ata apo ne. Pra kjo para. E dyta, unë preferuam gjithasoj që është vlerësuar si nga faktori vendor ndërkombëtar, nuk po jam nxes.